momentin kur detyruan punëtorë që të zbrisin nga Fadromat, bëri xhiron e mediave dhe rrjeteve sociale. Madje juve ju vonë epitetin në burrnesha e rjollit dhe kështu emri juaj u kthye në simbol qendrese. Tani që ishini veten si protagoniste të një ngjarjeje aq të tensionuar, do ta bëni sërish? Patjetër do ta bëj çdo ditë, do ta bëj sa herë të jepet mundësia dhe sa herë të jetë nevoja për të mbrojtur pronën tonë. Ai është prona që e ka bler katra gjyshi i djalit tim, është vendi ku ka lind gjyshi i djalit tim dhe unë do të vazhdoj ta mbroj të drejtën e djalit tim për të trashëguar pronën e gjyshit vet deri në fund. Po më përpara keni patur incidente të ngjashme? Jo, ne kemi qenë një ditë që kemi ndalu betonierët, që kemi ndalu fik betonierët, por nuk kemi patur incidente të ngjashme, kemi tentuar gjithmonë që ta bëjmë paçësisht të gjithë protestet, ju kemi kërkuar punëtorëve thjesht të largohen, nuk i kemi prekur asnjëherë dhe kemi tentuar t'i trajtojmë si njerëz, duke menduar që ata janë aty për një rrogë dhe nuk kemi asgjë personale me asnjërin prej punëtorëve.